Shikues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin ton të përjavshëm Mozaiku, ndërsa minutat e fundit i kemi rezervuar për këngëtarin e mirënjohur nga Malësia Lek Detvukaj. Këngëtari nga Malësia Lek Detvukaj ka nisur karrierën muzikore që në moshën 10 vjeçare. Gjatë viteve ai ka realizuar bashkëpunime të ndryshme dhe ka fituar dashurinë e publikut, ndërsa këngët e tij vazhdojnë të dëgjohen edhe sot. Më shumë rreth rrugtimit të tij artistik ndiqni në kronikën në vazhdim. Këngëtari Lek Detvukaj ka nisur të këndojë që në moshën 10 vjeçare dhe që herët e ka kuptuar se muzika do ishte rruga e jetës së tij. U rrit me këngë malësore, me dasma gëzime familjare dhe prej atëherë lindi dashuria e madhe për skenën. Qysh në moshën e vezelisë, e femerisë, në moshën 10 vjeçare, kam filluar të këndoj kënga folklorike me çifteli në atë kohë përmes shoqënive kulturartistike. Për shembull, në shoqëninë kulturartistike Vuksan Lekajt e Hotit aty ku kam jetuar. Ma vonë në kalimin e kohës, unë kur kam bërë 14 vjet, më kanë çuar ftesë nga shoqëria kulturartistike Drita e Narhelmit për të shkuar në Amerikë për me vizitua mërgjimtarë tanë për një koncert me disa këngëtarë nga Malësia. Duke falenderuar diasporën, atëherë sot ata më kanë përkrahur. Unë zakonisht në fillim kam kënu kënga që mi ka shoh babi im, i ndjeri, ai mi ka shoh këngat, unë i kam kënua. Domethënë deri sa jam rrit pak, atëherë kam nis mos më beganis këngat, edhe me marr të dikush tjetër se adin mi janë edhe pëlqyer më shumë ndoshta nga një herë. Maje të gurit pushon e nana, se se t'jevi se ndrit e hana. Jel të saja ty bret, që ka herë kanë shkuan gjyre vete. Me shumë nostalgji kujton momentet kur mësoj t'i binte çiftelisë dhe hapat e parë si këngëtar. Merë në një çifteli nga Shqipëria. Edhe unë nisa mera, pak kisha dëshirë mera, nuk disha mera çiftelisë, po me këto disha. Edhe me kohën i raçë mësova. E kisha si rregull çdo person që vite në shtëpinë tonë, unë me kënua. Jo se thosha unë, po thote babi. Ka ardhur për shembull Pjetër Roku, ka ardhur Zef Marko, ka ardhur dikush thotë ti tash do të me kënua, thotë këto thotë se na kanë ardhur musafirë. Nëse si kënon këngën thotë ata kanë më thonë se po i kem merë. Kështu që ushtrosha vetë kanë 40 minuta aty me musafirët, edhe atë kisha si përgatitje. Edhe kjo ka qenë interesant se duke qenë aq i vogël, s'ke pas turp me dalë edhe para tyne, se sigurisht ndryshe është kur i rrit. Po në fillim u gëzova se kënosha, por atëherë masane më dukte edhe pak mërziti se çdo herë që vite dikush, unë më duhet me kënua. Po me dëshirë kënosha çdo herë, por ka një herë kisha edhe ato shoqërinë time që delshim me shëtitshim kështu. Edhe thash, a diçka, do me ikput telin sot, që mos me kënua sonde. Teli, i thëmë, hajde me kënu këngë, po thëmë akput teli. Po, si këput teli? Po në atë kohë s'kem pas teli, si ma hënë, jem kënë shumë pak me telin dhe çiftelisë. Akput teli, po, tha. Hajde, tha, edhe, mos e më marak, tha, pas të babi, tha se, unë do të dizajnë telit. Shkon në një rrot telit në nesre, ma ke për telefona. I ka pa kasa fi teli, shto. Ma mori të ma hënë që vetë s'kam pa nevoj, ma me menu për teli. Edhe s'ke pasimuar se tua pas aty Se po ku të teli, pa. Gjatë kohës sa ishte pjesë e shoqatës artistike Hoti, Leka filloi bashkëpunimin me muzikantin Toni Nicaj. Më pas bashkë me të ndjerin Tomën Bojaj, themeluan grupin e parë Teuta në vitin 1991. Më vonë ai u bashkua grupit Marimanga, ndërsa më pas vendosi ta vazhdoi rrugën si artist solo. Pas shkëputjes nga grupet, realizoi projekte muzikore me Nikolnik Prelaj, të cilin e vlerëson si një nga bashkëpunimet më të rëndësishme në karrierën e tij, si dhe me Sokol Vulaj. Sot shtëpitë e dytë e konsideron studion ku punon me Senadin Dreshaj. Muzikanti, instrumentalisti i ndjeri Toni Nicaj, aty me te kemi filluar të këndojmë së bashkut. Edhe me Tomën Bojaj,
pas dritë, edhe ai e kem formu grupin Teuta për herë të parë, në vitin 90-91. Dasma e parë kemi këtu në Sukrujës te familja Gjurashaj, Pjetër Tomës, aty ishte një emocioni pa përshkruar për mua, se kur këton në një dasëm për herë të parë, nuk e di, apo qeshet dikusha, po këthot lumë goja, çka i ke bruk tani është këtu, e duhen me faqe bardhë, edhe na paguën besa mirë në atë kohë. Limin e kohës, mas grupit Teuta, ne formum një grup tjetër muzikor, Marimanga, a kanë shumë e njoftën në atë kohë, 94, 93, 94, 95. Kemi këtu kanga, dhe më thonë, aty ishim 4 veta, Muso Dreshaj, Ziko Becaj, Osman Gjokaj. Ne formum grupin Marimanga, në atë kohë, shumë grup modern, shumë i dashtën për publikun, nga Ulcini, nga Plava, nga Rozhaja, Kraja, Malësia, Mallë, krejt, na kanë dashtë si grup. Se kemi pas kongat e bukura. Një ndër kongat atyne viteve është konga Ati larga shmalësia, që edhe sot ndëgjohet me endje për mërgjimtar tanë dhe për vendas. Kur bona marrëveshje me grupin Marimanga, ata me thanë se do të punojmë në mënyrë profesionale. Edhe një pjesë të kohës kemi ba gjirimet në televizionin e Malit Zi, me Laco Shalko, a kanë tonist atëherë, aty kemë ba gjitha gjirimet në televizion, nuk ke pas tjetër studio. Domethënë aty kena pas si shtëpin tonë, kemi fol shqip, jemi kënaq. A hap kronika javës, se po përmes gjithë njerëzit që më kanë ndihmuar, Mark Ujka, i cili janë kanë regjisor i kronikës javës sot është Mozaiku, po. Me kalimin e kohës desha të bëhem diçka unë për veten. Jo me grup, jo ashtu, por desha me bëhem veten, emrin tim, që e kam sot. Kom pas fatin të punoj, mas se u shpërndava nga grupi Marimanga, kom punu vetëm solo. Dhe kom punu kongat të i madhe Nikomik Prelaj, të Sokol Vulaj, do më kongat më të bukura të asaj kohe, është Ati larga shmalësia nga Marimanga, kongën Dasma e Kosovës nga Nikomik Prelaj që ka aranzhmanin, edhe Sokol Vulaj. Janë edhe tjera të konga, po këto janë letër njoftimi im. Duke krahasuar tregun muzikor të sotëm me kohën kur ai nisi të këndojë leka, thekson se sot suksesi shpesh matet me klikime dhe shikueshmëri. Sipas tij, shumë këngëtar fokusohen te numrat, ndërsa ai ka zgjedhur të mbetet besnik ndaj origjinës. Përpara, kur ke bën një koncert, njerëzit kanë pritur shir me armët me gjua. Sot, se s'kan paskun me i marë kongat, nuk është në rritet sociale s'kan ekzistua. Sot hinë makinë, vetur, shkon në rrugë, shkon kongat, gjithat kongat i lëshon, edhe s'ke nevojë për me shkon koncerte, s'ke nevojë me shkon dasma, domethënë për sa i përket kongave. Nuk janë më etur për muzikën, a kanë më knasi dikur, për shembull kur kem bën koncerte në tos. Në Sukrujës për shembull, janë bush sallat. A bushet sot salla në Sukrujës? Ka lënë gjithë ton koha. Më metë në Kraj, 3 herë më kanë kthyer në koncert në Kraj, Dulcine. Domethënë, sot nuk kam aso koncerte. Ndoshta për festat e flamurit atë 8 marsja, Shën Valentini. Përmes këngëve me tupan e Çifteli, ai ka arritur të mbajë gjallë frymën malësore, duke sjellë edhe hite që vazhdojnë të dëgjohen e të pëlqehen nga publiku edhe sot. Kongat mirëfillda shqipe gjithkush i ndëgjon. Ka disa konga që dalin, po nuk e kanë jetën e gjatë. Dikush i ndoshta i ndëgjon, por ne jemi malësor, i kënojmë kongat në çdo kongën time. Në çdo projektin tim janë kongat me burim folklorik, me Çifteli, Bilbil, Tupan. Aktualisht, ai është aktiv me projekte dhe bashkëpunime të reja, ndër të cilat veçohet kënga Porosia e Gjyshit, si dhe disa kolazhe që pritet të publikohen së shpejti. Kaq kishim përgatitur për mozaikun e sotëm.